Shumica e grave mbi 50 vjeç besojnë se koha e tyre për të shkëlqyer ka kaluar tashmë. Dhe lëre të them diçka që do të trondit gjithçka që ke menduar deri tani. Ato e kanë krejtësisht gabim, por jo për arsyet që ti imagjinon. Mirë se erdhe në psikovida. Gjatë më shumë se 40 viteve si psikoterapiste kam dëgjuar mijëra gra që përsërisin të njëjtën histori të dhimbshme, që koha u ka vjedhur diçka të parikthyeeshme, që burrat nuk i shikojnë më, që vlera e tyre ka rënë me çdo rrudhë dhe çdo herë më thyet zemra, sepse është një gënjeshtër kaq mirë e shitur, sa edhe gratë më të mençura e kanë besuar. Por ka një problem të heshtur, shumë më serioz se sa e imagjinon. Miliona gra e shuajnë dritën e tyre, heqin dorë nga fuqia dhe pranojnë një rol dytësor në jetën e tyre, sepse dikush u ka shitur idenë se pas një moshe të caktuar duhet të bëhen të padukshme. Dhe ajo që të trondit është se shumë prej tyre e bëjnë këtë pa e vënë kurrë në dyshim. Ajo që dua të ndaj me ty këtu nuk janë truke makijazhi apo këshilla sipërfaqësore. Ne do ta çmontojmë këtë gënjeshtër dhe do të tregoj saktësisht pse gratë e pjekura jo vetëm që mund të jenë të papërballueshme, por kanë edhe përparësi që gratë më të reja thjesht nuk i kanë ende. Ajo që do të shohësh këtu është shumë më e rëndësishme se ç'mund të sugjerojë çdo titull, sepse flasim për ta rimarrë jetën tënde, për ta rimarrë fuqinë tënde dhe për të kuptuar se versioni yt më tërheqës nuk qëndron pas teje, ai është këtu tani dhe pret të zgjohet. Nëse kjo të flet, abonohu në kanal, sepse do të hymë në territore që rrallë eksplorohen me këtë sinqeritet, dhe në fund do të zbuloj zakonin më të fuqishëm nga të gjitha ato që u ka ndryshuar jetën grave që mendonin se gjithçka ishte vendosur tashmë. Por që kjo të ketë kuptim, duhet të kuptosh fillimisht 6 të tjera. Qëndro deri në fund, sepse çdo minutë është krijuar për të çuar pikërisht aty ku duhet të jesh. Ne fillojmë aty ku pothuajse të gjitha pengohen çdo mëngjes para pasqyrës. Para disa muajsh erdhi një grua 58 vjeçare në praktikën time, le ta quajmë Patricia. Ajo kishte qenë modele në Rini dhe ishte mësuar që shikimet ta ndiqnin. Tani qante sepse ndjej e padukshme. Burrat nuk kthenin më kokën. Ajo kishte përshtypjen se kishte zhdukur nga harta e dëshirës. Unë e pyeta, Patricia, kur e ke parë veten me dashuri në pasqyrë për herë të fundit, ajo që zbuluam ishte shumë domethënëse. Ajo e shikonte veten çdo ditë si një inspektore që kërkon gabime. Çdo vijë ishte një gabim, çdo ndryshim një gjykim. Ajo nuk shihte një grua, ajo katalogonte gjithçka që ishte gabim. Dhe të tjerët nuk e shihnin si të padukshme, sepse kishte pushuar së qeni tërheqëse, por sepse ajo projektonte jashtë refuzimin që kishte ndaj vetes. Mënyra se si ti lidhes me imazhin tënd nuk është sipërfaqësore. Ajo është themeli i mënyrës se si i prezantohesh botës, çfarë energjie rrezaton, çfarë vetbesimi shpreh. Gratë e reja kanë trupa perfekt, por janë plot pasiguri. Kur një grua e pjekur pajtohet me pasqyrën e saj, zhvillon një prani që asnjë rini nuk mund ta zëvendësojë. Të pajtohesh me pasqyrën nuk do të thotë të mashtrosh veten apo të mohosh realitetin. Do të thotë të shikosh veten me të njëjtin dhëmshuri me të cilin do të shikoje dikë që e do thellësisht. Nëse shoqja jote më e mirë do të kritikonte veten pamëshirshëm para pasqyrës, ti nuk do të heshtje. Atëherë pse nuk e bën këtë për veten? Çdo mëngjes, para se mendja jote të fillojë të katalogojë mangësitë, merr frymë thellë dhe gjej 3 gjëra që i vlerëson. Urtësinë në sytë e tu, forcën në qëndrimin tënd, butësinë në shprehjen tënde që vjen vetëm nga të qenit e dashuruar, e lënduar dhe sërish e dashuruar. Bukuria magnetike nuk lind nga mungesa e rrudhave, por nga mënyra se si e banon trupin tënd, nga vetbesimi me të cilin lëviz, nga paqja që rrezaton kur ndihesh mirë në lëkurën tënde. Burrat interesant e vërejnë menjëherë këtë ndryshim. Kam parë gra mbi 60 vjeç që hyjnë në një dhomë dhe të gjithë i ndjekin me sy jo sepse duken si 30 vjeçare, por sepse kanë një prani absolutisht magnetike. Dhe gra 25 vjeçare që janë fizikisht të bukura, por mbeten të pavërejtura sepse pasiguria e tyre i largon.
Trupi yt nuk është armiku yt. Ai ka mbijetuar gjithçka ke kaluar. Ai të ka lejuar të përjetosh dashuri, gëzim, dhimbje dhe rritje. Ai meriton respektin tënd, mirënjohjen tënde, dashurinë tënde. Kur fillon ta trajtosh me këtë nderim, ndryshon qëndrimin, mënyrën si ecën, energjinë tënde dhe kjo është pafundësisht më tërheqëse se çdo krem. Pasi të jesh pajtuar me pasqyrën tënde, kalojmë te diçka revolucionare, autenticiteti i thellë. Kam dëgjuar gra që thonë se ndihen sikur duhet të luajnë një rol për të qenë tërheqëse. Kjo intensifikohet me moshën sepse lind presioni për të konkuruar me versione më të reja. Është raskapitse dhe kundërproduktive. Gratë e reja mendojnë se duhet të formojnë personalitetin e tyre për t'u pranuar. Ato ende zbulojnë se kush janë, por ti e ke bërë tashmë këtë punë. Ti tashmë e di kush je, cilat janë vlerat e tua, cilat janë kufit e tu dhe kjo është fuqi e pastër. Problemi është se shumë gra nuk e përdorin këtë fuqi. Përpiqen të jenë versioni që mendojnë se të tjerët duan të shohin dhe burrat e dallojnë menjëherë këtë mungesë autenticiteti. E di çfarë e përshkruajnë vazhdimisht si më tërheqësen? Autenticitetin. Të jesh me dikë që e di kush është, që nuk aktron, që ka besimin të shfaqet ashtu siç është vërtet. Mosha jote të jep lejen të ndalosh së aktruari, të ndalosh së shtiruri sikur të pëlqen diçka kur nuk të pëlqen, të ndalosh së zvogëluari veten që të tjerët të ndihen rehat. Autenticiteti nuk do të thotë të jesh e ashpër në emër të sinqeritetit. Ai vjen me pjekuri emocionale, i lidhur me aftësinë për t'u shfaqur ndershmërisht, por me respekt. Nëse ai në një takim përmend një muzikë që ti e gjen të padurueshme, ti nuk shtihesh, por as nuk kritikon. Ti thua, ky zhanër nuk ka qenë kurrë imi, por më trego çfarë të tërheqte ai. Je e sinqert për veten dhe në të njëjtën kohë shfaq kuriozitet për të. Kur dikush të pyet për interesat e tua, ti flet për pasionet e tua të vërteta, edhe nëse është mbledhja e gurëve apo shikimi i filmave horror. Njerëzit tërhiqen nga pasioni i vërtet, jo nga një listë e krijuar për të impresionuar. Kur je autentike, filtron njerëzit e papërputhshëm. Pse të tërheqësh dikë me një version të rrem të vetes dhe pastaj të duhet ta mbash atë rol gjithë jetën? Është më mirë të jesh vetëm se sa me dikë që njeh vetëm maskën tënde. Të jesh autentike do të thotë të rritesh nga vetënjohja e sinqertë, jo të përpiqesh të jesh ajo që të tjerët presin. Kur vepron nga ky vend, prania jote ndryshon tërësisht. Bëhesh e paharrueshme, interesante, magnetike sepse më në fund ka dikë të vërtet aty. Tani të flasim për diçka që rrallë përmendet kur flitet për atë që e bën një grua tërheqëse, aftësinë për të komunikuar me thellësi dhe substancë. Dhe këtu dua të jem absolutisht e qartë. Gratë e pjekura kanë një përparësi dërmuese që shumë nuk e përdorin ende. Ne jetojmë në një kohë ndërveprimesh sipërfaqësore, bisedash që nuk prekin as thelbin, shkëmbimesh të krijuara për të impresionuar dhe jo për t'u lidhur. Dhe në mes të gjithë këtij zhurme sipërfaqësore, një grua që mund të mbajë një bisedë të vërtetë, të thellë, interesante, bëhet absolutisht e papërballueshme. Më lejo të tregoj diçka që kam vërejtur në seancat e mia të terapive të çifteve. Kur i pyes burrat se çfarë i ka tërhequr fillimisht te partnerët e tyre, veçanërisht kur flasim për marrëdhënie që kanë filluar kur të dyja palët ishin tashmë të pjekura, ata shumë rrallë përmendin karakteristika fizike. Ajo që përmendin vazhdimisht është biseda, mënyra se si ajo mund të fliste për tema komplekse, si e bënte atë të mendonte, si mund të flisnin me orë të tëra pa u mërzitur. Ndjesia se kishte gjetur dikë me të cilin mund të kishte shkëmbime intelektuale dhe emocionale vërtet të kënaqshme. Dhe mendo një moment për këtë. Ti ke jetuar dekada, ke lexuar libra, ke parë botën të ndryshoj, ke përjetuar gjëra që të kanë dhënë perspektivë, urtësi dhe nuanca në mënyrën se si e sheh jetën. Ke humbur njerëz të dashur, ke mbijetuar kriza, ke provuar forma të ndryshme dashurie, dhimbjeje dhe gëzimi. E gjithë kjo jeton brenda teje, informon botkuptimin tënd, të jep thellësi, kompleksitet dhe pasuri në të menduar.
Problemi është se shumë gra kanë mësuar ta fshehin gjithë këtë thellësi. Ato kanë mësuar se shfaqja e inteligjencës, shpreja e mendimeve komplekse, të folurit për tema me substancë mund të friksojë ose largojë të tjerët. Dhe ndoshta në një moment të caktuar të jetës së tyre, me disa njerëz, kjo ka qenë e vërtetë. Por më lër të them diçka thelbësore. Nëse inteligjenca dhe thellësia jote e frikson dikë, ai person nuk është për ty. Pikë. Nuk ke pse të zvogëlohesh që të tjerët të ndihen më të mëdhenj. Burrat me vlerë, burrat emocionalisht të pjekur, burrat që ja vlen vërtet t'i njohësh, nuk ndihen të kërcënuar nga një grua inteligjente dhe artikuluese. Përkundrazi, ata tërhiqen prej saj si nata nga drita, sepse edhe ata janë lodhur nga bisedat boshe. Edhe ata duan shkëmbime që i stimulojnë, i sfidojnë dhe i ndihmojnë të rriten. Si duket kjo në praktikë? Do të thotë se kur njeh dikë, nuk qëndron më gjatë se ç'duhet në nivelin e bisedave sipërfaqësore. Është në rregull të flasësh për motin, punën dhe tema të përgjithshme për të thyer akullin, por në një moment kalon në biseda më interesante. Pyet çfarë mendojnë për tema që kanë vërtet rëndësi. Ndaj mendimet e tua për jetën, për atë që ke mësuar, për mënyrën se si je ndryshuar ndër vite. Mos ki frikë të tregosh se lexon, se mendon, se ke mendime të formuara. Mos ki frikë të mos pajtohesh me respekt kur ke mendim tjetër. Mos ki frikë të sjellësh tema bisede që shkojnë përtej të zakonshme, sepse ja e vërteta. Bisedat e paharrueshme krijojnë lidhje të paharrueshme. Dhe lidhjet e paharrueshme janë ato që sjellin në jetën tënde njerëz vërtet interesant dhe i mbajnë aty. Në seanca më kanë treguar burra se kanë dalë me gra fizikisht shumë të bukura, por që nuk mund të mbanin një bisedë interesante për më shumë se 20 minuta. E pastaj më tregojnë për gra që ndoshta nuk përputheshin me standardet konvencionale të bukurisë, por me të cilat mund të flisnin për orë të tëra dhe pikërisht ato gra ishin ato që u kapën vërtet vëmendjen dhe interesin afatgjallë. Sepse ja diçka që duhet të kuptosh. Tërheqja fizike mund të hap një derë, por është thellësia e lidhjes ajo që e bën dikë të dojë të qëndrojë. Është cilësia e bisedave ajo që e shndërron një interes fillestar në diçka domethënëse. Dhe ti ke dekada përvojash, mësimesh dhe reflektimesh që mund të ushqejnë biseda tërheqëse nëse lejon veten t'i ndash. Të komunikosh me thellësi nuk do të thotë që duhet të jesh gjithmonë serioze apo që të gjitha bisedat të jenë rreth filozofisë apo politikës. Thellësia mund të vijë edhe nga ndarja e ndjeshmërive të vërteta, nga të folurit me sinqeritet për frikërat apo shpresat e tua, nga shpreja e artikuluar e emocioneve komplekse. Thellësia lind nga autenticiteti, nga gatishmëria për të shkuar përtej sipërfaqes dhe për të treguar kush je vërtet. Dhe këtu vjen diçka e fuqishme, kur komunikon nga ky vend substance dhe thellësie, ngrit automatikisht cilësinë e ndërveprimeve të tua, sepse mënyra se si komunikon përcakton tonin e marrëdhënies. Nëse e mban gjithçka të lehtë dhe sipërfaqësore, marrëdhënia mbetet e lehtë dhe sipërfaqësore. Nëse guxon të shkosh më thellë, e fton personin tjetër të takojë në atë nivel. Dhe këto janë lidhjet që ja vlen ato që të ushqejnë dhe që janë vërtet të qëndrueshme. Më lejo të jap një shembull konkret. Imagjino se je në një takim dhe burri të pyet, çfarë ke bërë kohët e fundit? Ti mund të përgjigjesh sipërfaqësisht, kam punuar, kam parë seriale, gjërat e zakonshme. Ose mund të shfrytëzosh këtë hapje për të ndarë diçka më me substancë. Kam menduar shumë rreth mënyrës si më janë ndryshuar prioritetet me kalimin e viteve, çfarë më është vërtet e rëndësishme tani krahasuar me atë që mendoja kur isha më e re. A nuk është interesante sa shumë jam zhvilluar? E sheh ndryshimin? Përgjigjja e dytë hap derën për një bisedë të vërtetë e interesante, që i lejon personit tjetër të njohë vërtet dhe që fton një shkëmbim më të thellë. Dhe ja diçka që shumë gra nuk e kuptojnë. Aftësia jote për të dëgjuar është gjithashtu një pjesë vendimtare e komunikimit tënd. Gratë e pjekura zakonisht kanë zhvilluar aftësi më të mira dëgjimi se sa gratë e reja. Ti ke mësuar të lexosh mes rreshtave, të vëresh nuanca, të bësh pyetje që tregojnë interes të vërtet,
në vend që të presësh radhën tënde për të folur. Përdore këtë. Kur dikush flet me ty, dëgjo vërtet. Bëj pyetje pasuese që tregojnë se ke qenë e vëmendshme. Trego kuriozitet të sinqert. Burrat, sidomos ata të pjekurit, e vlerësojnë thellësisht kur dikush i dëgjon me të vërtetë. Në një botë ku të gjithë janë të fokusuar te vetja, te historitë e tyre, te pritja për të folur, dikush që dëgjon vërtet spikat në mënyrë të jashtëzakonshme. Por ka edhe diçka tjetër, dhe kjo është e hollë dhe e fuqishme. Mënyra se si flet për të kaluarën dhe përvojat e tua thot shumë për atë se kush je tani. Nëse flet për gjithçka që ke përjetuar nga një vend hidhërimi, viktimizimi, pakënaqësie, kjo largon. Por nëse flet për përvojat e tua edhe ato të vështirat nga një vend rritjeje, mësimesh të marra, urtësie të fituar, atëherë kjo tërheq. Tregon reziliencë, pjekuri emocionale, tregon se je dikush që mund të kthej përvojat në mësim. Nuk ka të bëjë me shtirjen sikur gjithçka ka qenë perfekte, apo me mohimin e dhimbjes së jetuar. Ka të bëjë me mënyrën si i kornizon ato përvoja, çfarë historie tregon rreth jetës tënde. Kur përdor zërin tënd, kur ndan përmes fjalëve kush je, bëje këtë pa kërkuar falje. Mos e zvogëlo inteligjencën tënde, mos e fshi thellësinë tënde, mos e thjeshto kompleksitetin tënd që të tjerët të ndihen rehat. Njerëzit e duhur do ta vlerësojnë pikërisht atë që të bën të veçantë, perspektivën tënde, urtësinë tënde, mënyrën tënde të veçantë të parit botën, që vetëm ti e ke, sepse ke jetuar pikërisht jetën që ke jetuar. Tani, diçka e dukshme, por thellësisht e anashkaluar, prania jote fizike, mënyra se si e zë hapësirën, mënyra se si lëviz. 2 gra mund të hyjnë në të njëjtën dhomë, me moshë të ngjashme, me veshje të ngjashme dhe njëra të tërheqë të gjitha shikimet, ndërsa tjetra mbetet e pavërejtur. Dallimi rrallë është kush është më e bukur, është prania. Prania është mënyra se si e banon trupin tënd, vetdia me të cilën lëviz, energjia që rrezaton. Dhe prania e vërtet vjen me pjekurinë, sepse kërkon një rehati me veten që zhvillohet vetëm me kohën. Kur ishe e re, ishe vazhdimisht e vetëdijshme për pamjen tënde. Kjo vetëdije përkthehej në tension. Shumë gra e zëvendësojnë këtë vetëdije rinore me një vetëdije tjetër për moshën e tyre, për mënyrën si krahasohen me më të rejat po aq kufizuese. Prania e vërtet lind kur e lëshon monitorimin e vazhdueshëm të vetes dhe i lejon vetes të jesh në trupin tënd, të lëvizësh nga një vetëdije pa gjykim, të zësh hapësirë pa kërkuar falje, por pa arrogancë. Gjëja e parë që vëren tek gratë me prani magnetike është qëndrimi i tyre. Ato nuk janë të përkulura dhe nuk e zvogëlojnë veten. Qëndrojnë drejt dhe natyrshëm, me shpatulla të çliruara dhe kokën lart. Ky qëndrim vjen nga një marrëdhënie tjetër me trupin e tyre, nga trajtimi i tij me respekt dhe kujdes. Edhe mënyra si lëviz është e rëndësishme. Disa lëvizin sikur kërkojnë falje për ekzistencën e tyre. Të tjera lëvizin me vetëdije, me hir, me ndjesinë se kanë plotësisht të drejtë të jenë aty ku janë. Ky lloj lëvizjeje kërkon vetëdije, kërkon prani në trup në vend që të jesh vazhdimisht në kokë, kërkon lëvizje me qëllim dhe jo me nxitim. Më kujtohet një kliente që pas divorcit, në moshën 55 vjeçare, ndjehej e padukshme. I kërkova të ecte përmes praktikës sime. Pash një grua të përkulur që shikonte drejt tokës dhe që lëvizte shpejt, sikur dëshironte të zhdukej. I kërkova të ecte me vetëdije, ta ndjente çdo hap, të ndjente tokën, të vërente si lëvizte trupi i saj, ta mbante shikimin drejt dhe të merrte frymë me vetëdije. Transformimi ishte i menjëhershëm. Aty ishte prani, dinjitet, hir natyral. Kur u pa në pasqyrë, syt ju mbushën me lodh. Më në fund e pa veten jo si të padukshme, por si dikë që meritonte të shihej. Prania përfshin edhe kontaktin me sy. Kontakti i drejt për drejt, i qëndrueshëm, por jo frikësues, është i fuqishëm. Ai sinjalizon se je prezente, se personi përballë ka vëmendjen tënde të plotë. Kultivo pranin duke zhvilluar vetëdije trupore përmes jogës apo ecjes së vetëdijshme. Praktiko qëndrimin e vetëdijshëm. Kur shkon diku, qëndrohu brenda vetes para se të hysh.
Ushtroni kontaktin me sy. Puno me marrëdhënien tënde ndaj hapësirës. Ndalo se u zvogëluari. Kur e banon trupin tënd me pranin tënde, ndryshon jo vetëm mënyra si të tjerët të perceptojnë, por edhe mënyra si e percepton veten. Tani hym në territor absolutisht transformues dhe këtu shumë gra të pjekura kanë përparësinë më të madhe edhe pse shumë pak e shfrytëzojnë. Më lejo të pyes drejtë për drejtë, çfarë të entuziazmon? Me çfarë humbet ndjenjen e kohës kur e bën? Për çfarë të pëlqen të flasësh? Çfarë të bën të ndihesh më e gjallë? Dhe nëse përgjigjja jote është se nuk e di, ose se dikur ke pasur pasione, por i ke braktisur, atëherë pikërisht këtë duhet të dëgjosh tani. Ja një e vërtet e pakëndshme që e shoh vazhdimisht, shumë gra, sidomos pas një moshe të caktuar, e kanë ndërtuar të gjithë jetën e tyre rreth të tjerëve. Kanë qenë nëna, bashkëshorte, të punësuara, kujdestare. Kanë vendosur nevojat dhe dëshirat e të tjerëve përpara të tyrave. Dhe në një moment zgjohen dhe zbulojnë se nuk din kush janë jashtë këtyre roleve. Nuk din çfarë u pëlqen të bëjnë vetëm sepse u sjell gëzim, jo sepse i shërben dikujt tjetër apo përmbush një përgjegjësi. Dhe kur vjen momenti kur disa prej këtyre roleve ndryshojnë, kur fëmijët rriten, kur një martesë përfundon, kur del në pension, kur më në fund ka kohë dhe hapësirë për veten, ajo gjendet krejtësisht e humbur. Nuk di çfarë të bëj me këtë kohë, nuk di si ta mbush atë me kuptim. Dhe ky mungesë drejtimi, ky mungesë pasioni, shndërrohet në një energji dëshpërimi që është thellësisht jo tërheqëse, sepse ja e vërteta që askush nuk ta thotë. Nuk ka asgjë më magnetike se sa dikush i dashuruar me jetën e vet. Dikush që ka projekte që e entuziazmojnë, pasione që i ndjek, një qëllim që e shtyn përpara. Kjo energji, të jesh e angazhuar për diçka, të jesh entuziaste për ekzistencën tënde, është absolutisht e papërballueshme. Mendoje nga kjo perspektivë, imagjino të njohësh dy gra. Njëra flet kryesisht për atë që ka bërë dikur, si ka qenë jeta e saj më parë, çfarë ka humbur. Energjia e saj është e fokusuar te e kaluara, te ajo që nuk ekziston më. Tjetra flet me entuziazëm për atë që po mëson tani, për projektin me të cilin po punon, për planet që ka. Energjia e saj është e fokusuar te e tashmja dhe e ardhmja, te ajo që po krijon. Me cilën nga këto gra do të dëshiroje të kaloje kohë? Cila të duket më interesante, më e gjallë, më tërheqëse? Përgjigjja është e qartë. Njerëzit tërhiqen nga energjia e jetës, e rritjes, e entuziazmit. Dhe kjo energji vjen vetëm kur je vërtet e angazhuar për diçka që të ka rëndësi. Tani, qëllimi nuk do të thotë se duhet të gjesh një kur për kancerin ose të ndryshosh botën. Qëllimi mund të jetë diçka plotësisht personale. Të mësosh më në fund instrumentin që gjithmonë ke dashur të mësosh, të zhvillosh aftësitë e tua në pikturë apo fotografi, të angazhohesh për një çështje që të qëndron në zemër, të udhëtosh në vendet që gjithmonë ke dashur të shohësh, të shkruash librin që prej vitesh ke dashur ta shkruash. Ajo që ka rëndësi nuk është madhësia objektive e qëllimit tënd. Ajo që ka rëndësi është që ai të ketë rëndësi për ty, të plotësoj, të jap një arsye për të zgjuar e entuziazmuar çdo mëngjes. Sepse kur e ke këtë, kur ke diçka që ushqen shpirtin tënd, e gjithë energjia jote ndryshon. Nuk kërkon më dikë që ta mbush jetën tënde me kuptim. Nuk je më e dëshpëruar për vëmendje apo miratim, sepse tashmë ke një burim të brendshëm kënaqësie. Dhe ja paradoksi i bukur, kur ndalon së kërkuari me dëshpërim një marrëdhënie për t'u ndjerë e plotësuar, kur ke një jetë të pasur dhe të mbushur vetëm për veten, bëhesh pafundësisht më tërheqëse, sepse nuk vepron më nga një vend boshllëku, por nga një vend mbushullie. Nuk kërkon dikë që të shpëtoj apo të plotësoj. Kërkon dikë me të cilin të ndash një jetë që është tashmë e mirë. Kam parë jetë të ndryshohen plotësisht nga kjo. Më kujtohet një grua që erdhi e shkatëruar në praktikën time, pas një divorci në moshën 60 vjeçare. Ajo kishte kaluar 35 vjet të jetës së saj duke qenë bashkëshorte dhe nën, dhe tani nuk dinte më kush ishte. Ndjej e pavlefshme, pa qëllim, e padukshme. I bëra një sër pyetjesh, çfarë i pëlqente kur ishte e re,
para se të martohej, cilat aktivitete i sillnin gëzim, çfarë kishte dashur gjithmonë të bënte, por kur nuk kishte pasur kohë. Ngadalë filluam të rindërtonim një ide se kush ishte ajo përtej roleve të bashkëshortes dhe nënës. Doli që si e re ajo kishte dashur shumë qeramikën, por kishte hequr dorë nga ajo kur u martua, sepse nuk kishte më kohë. I sugjerova të gjente një kurs qeramike dhe ta ringjallte këtë pasion. Në fillim hezitoi. Tha se ishte shumë e vjetër për këtë, se ndoshta nuk do të ishte më e zonja pas kaq shumë vitesh, se nuk kishte kuptim. Por më në fund shkoi dhe diçka magjike filloi të ndodhte. Çdo herë që vinte në seancë, e vëreja më të gjallë, më të ndritur. Më tregonte me entuziazëm për punimet që krijonte, për teknikat që mësonte, për njerëzit që njihte në kurs. E gjithë energjia e saj kishte ndryshuar. Nuk ishte më e fokusuar të ajo që kishte humbur, por të ajo që po krijonte, të ajo që po zbulonte për veten. Dhe e di çfarë ndodhi, pa e kërkuar, pa qenë e dëshpëruar për këtë, ajo njohu dik në atë kurs qeramike. Një burr që, pas daljes në pension, kishte ringjallur edhe ai një pasion të vjetër. U lidhen përmes dashurisë së tyre të përbashkët për artin, përmes udhëtimeve të tyre të rizbulimit personal. Dhe kur mi tregoj këtë lidhje, tha diçka që nuk do ta harroj kurrë, nuk do ta kisha imagjinuar kurrë se versionin tim më të mirë, versionin tim më tërheqës, do ta gjeja në moshën 62 vjeçare me duart të mbuluara me balë. E sheh, kur jeton me pasion, kur ke qëllim, rrezaton një energji krejtësisht tjetër. Sytë të shkëlqejnë kur flet për atë që do. Entuziazmi yt është ngjitës. Vetë besimi yt vjen nga të diturit kush je dhe çfarë të ka rëndësi, jo nga miratimi i jashtëm. Dhe e gjitha kjo është thellësisht tërheqëse. Por ja diçka e rëndësishme që duhet ta sqaroj. Të jetosh me pasion dhe qëllim nuk do të thotë të jesh vazhdimisht e zënë ose produktive në kuptimin kapitalist të fjalës. Nuk ka të bëjë me mbushjen e çdo minute të ditës me aktivitete apo me paraqitjen e arritjeve mbresëlënëse për rrjetet sociale. Ka të bëjë me pasjen e gjërave në jetën tënde që të ushqejnë, që të sjellin gëzim, që të lidhin me diçka më të madhe se vetja. Mund të jetë diçka aq e thjeshtë sa praktika jote e përditshme në kopsht, ku lidhesh me natyrën dhe ciklin e jetës. Mund të jetë klubi yt mujor i librave, ku zhvillon biseda të thella për libra që të prekin. Mund të jetë angazhimi yt javor vullnetar në një streh kafshësh, sepse i do kafshët dhe të plotëson t'u ndihmosh atyre. Ajo që ka rëndësi është që këto gjëra të mos jenë vetëm mënyra për të kaluar kohën, por shprehje të vërteta të asaj se kush je, çfarë vlerëson, çfarë të jep kuptim. Për më tepër, përmes pasioneve dhe qëllimit bëhesh automatikisht më interesante. Ke gjëra për të cilat mund të flasësh, përvoja që mund të ndash, perspektiva unike që lindin nga angazhimi i vërtetë. Dhe pasionet e tua të lidhin me njerëz që ndajnë të njëjtat interesa. Kjo është pafundësisht më efektive dhe më autentike se sa të shkosh në bare apo të përdorësh aplikacione takimesh duke shpresuar të gjesh dik, sepse në ato kontekste gjithçka është artificiale, gjithçka është performancë. Por kur e njeh dik në kontekstin e diçkaje që të dy e doni, tashmë keni një bazë të vërtetë lidhjeje, tashmë keni diçka domethënëse të përbashkët. Nëse tani mendon se nuk ke pasione ose qëllim, më lër të them diçka, i ke. Ato janë aty, ndoshta të varrosura nën vite të tëra në të cilat ke vënë të tjerët të parët, nën vite të përmbushjes së pritshmërive, nën vite në të cilat i ke thënë vetes se dëshirat e tua nuk kanë rëndësi. Por ato janë aty. Dhe detyra jote tani, detyra jote vendimtare, nëse dëshiron ta transformosh jetën dhe tërheqëmërinë tënde, është t'i nxjerrësh këto pasione në drigë. Ti lejosh vetes të eksplorosh, të provosh gjëra të reja, të rizbulosh të vjetra, të trajtosh veten me të njëjtën rëndësi me të cilën ke trajtuar të gjithë të tjerët në jetën tënde. Të thuash, gëzimi im ka rëndësi, kënaqësia ime ka rëndësi, rritja ime ka rëndësi. Sepse kur fillon të jetosh nga ky vend, kur e mbush jetën me gjëra që janë vërtet të rëndësishme për ty, ndodh diçka magjike. Nuk kërkon më me dëshpërim të gjesh dik.
nuk ndihesh më e paplotësuar. Nuk kërkon më miratim të jashtëm, sepse ke një burim të brendshëm plotësimi. Dhe paradoksalisht, ky është momenti kur bëhesh më magnetike se kurrë. Tani të flasim për më sfiduesen, por më transformuesen, pavarësinë emocionale. Kjo nuk do të thotë të bëhesh e ftohtë, është tamam e kundërta. Kam vërejtur një model shkatërues tek gratë që e matin vlerën e tyre me sa shumë duhen, nevojiten dhe vlerësohen nga të tjerët. Ato e kanë ndërtuar të gjithë stabilitetin e tyre emocional mbi një bazë të jashtme, mbi miratimin e të tjerëve. Dhe kjo bazë është e brishtë. Pavarësia emocionale nuk do të thotë të mos kesh nevojë për askënd, të mos kesh cenueshmëri. Do të thotë që mirëqenia jote bazë, ndjenja jote e identitetit, stabiliteti yt i brendshëm të mos varen plotësisht nga ajo që të tjerët mendojnë, ndjejnë ose bëjnë. Ti një dikë që të pëlqen. Nëse ai nuk përgjigjet menjëherë, të kap ankthi. Nëse anulon planet, dita jote prishet. Nëse nuk të jep vëmendjen që pret, ti fillon të vësh gjithçka në dyshim të vetja. Kjo është varësi emocionale. Je si një flet në erë. Tani imagjino të kundërtën. Nëse ai nuk përgjigjet, supozon se është i zënë dhe vazhdon ditën tënde. Nëse anulon, je e zhgënjur, por ke gjëra të tjera që të sjellin gëzim. Nëse nuk të jep vëmendjen që pret, ti komunikon qartë çfarë të duhet, pa u thyer emocionalisht. Kjo është pavarësia emocionale. Pse është kjo thelbësore? Nevoja e dëshpëruar emocionale është thellësisht jo tërheqëse. Kur dikush ndjen se një person tjetër ka nevojë të vazhdueshme për vëmendjen e tij për të qenë mirë, ai ndihet i mbingarkuar, i bllokuar. Kjo energji e kërkesës së tepërt e largon. Por kur dikush e ndjen se ti e dëshiron, por nuk ke nevojë për të përtëmbjetuar emocionalisht, kur ke një jetë të plotësuar dhe e zgjedh atë për ta ndarë, kjo është krejt tjetër, kjo është tërheqëse. Ai është me ty nga zgjedhja e lirë, jo sepse ti kapesh pas tij nga mungesa. Pavarësia emocionale shihet edhe në mënyrën si përballesh me refuzimin ose pasigurinë. Jo çdo takim do të shndërrohet në diçka të përhershme. Jo çdo lidhje është e destinuar për ty dhe kjo nuk është gjykim për vlerën tënde. Një grua e pjekur, emocionalisht e pavarur, mund të thotë, kjo nuk përputhet dhe të ecë përpara pa e vënë veten në dyshim. Ajo e di që përputhshmëria nuk është një rrugë mjekashe dhe se ajo zgjedh po aq sa zgjidhet. Kjo siguri e brendshme ndryshon gjithçka rreth zatimin tënd, zgjedhjet e tua, cilësinë e njerëzve që lejon në jetën tënde. Dhe këtu mbyllet qarku me zakonin më të fuqishëm nga të gjitha, të zgjedhësh veten. Çdo ditë, jo nga egoizmi, por nga vetë respekti. Kur zgjedh veten, respekton trupin tënd, flet me autenticitet, komunikon me thellësi, jeton me pasion dhe mbetesh emocionalisht e pavarur, ti jo vetëm që bëhesh e papërballueshme, bëhesh e lirë. Dhe një grua e lirë që e di kush është dhe çfarë meriton, është forca më magnetike në dhomë.